Aeroporti ndërkombëtar i Vlorës pritet të shndërrohet në një tjetër port të madhe për të gjithë vizitorët që zgjedhin Shqipërinë për ta vizituar e për të pushuar. Në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës Vlo u krye këtë të njëjtë fluturimi park certifikues. Në ceremoninë organizuar me këtë rast ishte i pranishëm kryeministri Edi Rama, ndërsa në pistë u ul edhe avioni privat i biznesmenit nga Kosova Bexhet Pacolli. Kryeministri Rama tha se ky ishte një projekt e sfidues. Kjo shqiponjë dy krenare që është krijuar në trupin e aeroportit të Vlorës me burime njerëzore nga Kosova dhe nga Shqipëria do ta ngrejë shumë lart emrin e këtij aeroporti për cilësinë e shërbimit, për sigurinë dhe natyrisht edhe për nivelin e buzëqeshjes që e pash sot me shumë kënaqësi. Dua po ashtu të falenderoj të gjithë ata të cilët besuan në këtë projekt edhe punuan për këtë projekt, që nuk ka qenë as pak i lehtë, për i vërtetës ka qenë një projekt tejet sfidus, edhe mjafton të shohësh pak më larg se si i gjithë aeroporti është ngritur 2 metra nga sipërfaqja e terrenit, pasi terreni këtu është 2 metra nën nivelin e detit, dhe se çfarë pune jashtëzakonshme është bërë në të gjithë pjesën e padukshme sot për të garantuar një platformë solide të kategorisë më të lartë ndërkombëtare dhe patjetër me të gjithë parametrat e cilësisë të cilat do të certifikohen nga institucionet ndërkombëtare. Ky aeroport do të jetë porta e hyrjes në jugun e Shqipërisë dhe porta e zhvillimit të turizmit. Aeroporti po jetësohet në terrene për të shndruar në aeroportin kryesor të vendit, i cili do të funksionojë me mbi 3 modele biznesi: aviacion civil, mirëmbajtje avionëve dhe një cargo e Mirfield, me një sipërfaqe prej 309 hektar, pistë 3.2 kilometra dhe me një investim prej 104 milion euro. Porta ajrore e Jugut synon të japë një tjetër ofër zhvillimi zonës, por veçanërisht turizmit në vend.